do hetojnë se kush ka vjedhë 120 milion euro. A mund të kemi besim të kjo drejtësi që vjedhin 120 milion euro pa dhënë asnjë kilovat energji dhe që duhet ta hetojnë këto që janë bërë lepepeqet e Edi Ramës dhe janë rjeshtuar këtu. Kjo ishte e para, nga që nuk pata mundësi t'ja u thoja se nuk ishin gazetarët më herët. Së dyti, sot patëm seancën kur prokuroria kërkoi të rrëzoheshin kërkesat tona. Prokuroria, pas 30 vite shetim, ka dalë që toka ishte e pronarve. Që e kanë blerë që pare 100 vitesh, që e kanë të konfirmuar italianët, dhe që në 45 dhe 46 prap janë pronarët, dhe që vetë prokuroria thot nuk kanë gjetur dot dokumentin e shpronësimit. Pra jetë e mot ka qenë e pronarve. Atëherë çfarë interesi publik po mbron prokuroria, interesin e Edi Ramës, se duhet i vjedhë Edi Rama t'i japi investitorëve strategjik? Kjo është e para. Së dyti, paditësi ka kryer kallëzim të rrem, është Auland Balla, shpifës profesionist, kallëzuesi rrem. Por burgun e bëri Saljani pa bërë fare kallëzim të rrem, pa bërë fare kallëzim para prokurorisë. Po jo Auland Balla, se kemi ligje ndryshe për Auland Ballën. Së treti, Spaku konfirmon që procesi i kthimit të gjës vjedhur nga shteti hajdut komunist ka zgjatur 13 vjet dhe më pas ka zgjatur dhe 3 vjet të tjera procesi i privatizimit të objekteve të rënuara. E pranon vetë Spaku. Çfarë thon tani? Prokurorët duan të mbajnë në këmbë disa prova, dëshmi që i kanë mbledhur ky njeriu këtu. Ky njeriu këtu që del me ulsimanjën, që e kanë provuar, që e kanë promovuar si jetues në BGH. Ne themi që në gjithë ligjet e botës, kjo është e palejueshme sepse e ndot procesin. Nuk mund të jetë të marrësh ti një militant socialist që ta bësh. Prokuroria kundërshtoi kërkesat tona, e bukura cila është? Që neve kemi prokuroria pretendoi që po bënte hetime sepse kishte nevojë Tirana për fusha sportive. Por ama gjithë fushat sportive i ka bërë pallate në shumicën e rasteve në dhunim të planit urban Edi Rama. I marrim me radhë. Klubi sportiv Tirana, Parku Gjatomit. Klubi sportiv Partizani ka 3 ndryshime destinacionit nga Edi Rama. Klubi sportiv Dinamo, klubi sportiv Dajti, klubi sportiv Studenti, fushat dhe pishinat poshtë digës liçenit, fushat e materniteti vjetër, fushat e lagja Dibranve, fushat e 21 dhjetori, fushat e pallati pionierve, aneksi stadiumit Qemal Safa, aneksi stadiumit Semal Stërmasi, fushat e farmacia 10, ish fusha e Beksave, e të gjitha me radhë. Janë 20 terrene sportive që i ka tjetërsuar Edi Rama, shumicën e cilave në kundërshtim me ligjin. Për cilën prej këtyre po jeton Spaku? Për asnjërin. Pse? Sepse e ka me urdhër. Sepse gjitha kjo nisi me urdhrin e Edi Ramës. Jemi vetë përmbajtur dhe tani nuk vetë përmbahemi më, Spaku duhet veproj. Atëherë, jam këtu bashkë me bashkëpronarin dhe bashkë investitorin ton, zhvilluesit e pronës. Ne si 3 zhvillues pronës jemi krenar, sepse kemi zhvilluar tokën e të parëve tanë. 1. Duke ruajtur dinjitetin e pronës. Dhe jo duke mbrojtur hajdutët e pronës, siç bëjnë këto këtu.